Komisioni për punët e jashtme i Parlamentit Evropian publikoi draft raportin për Shqipërinë ku vlerësohet progresi i shpejt në negociatat të antarësimit, por theksohen edhe kritika për standardet demokratike dhe sundimin e ligjit. Raporti përshëndet faktin që Shqipëria hapi të gjithë grup kapitujt brenda 13 muajve dhe konfirmon objektivin për mbylljen e negociatave deri në fund të vitit 2027. Megjithatë, eurodeputetët theksojnë se besueshmëria e procesit varet nga zbatimi real i reformave dhe jo vetëm nga miratimi formal i ligjeve. Një nga pikat më kritike lidhet me zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025. Sipas vlerësimit të misionit të OSBE-ODIHR, kuadri zgjedhor konsiderohet përgjithsisht i përshtatshëm, por raporti nënvizon shqetësime serioze për pabarazi në garë, keq përdorim të burimeve administrative, akuza për blerje votash dhe presion ndaj votuesve. Parlamenti Evropian i bën thirrje shumicës dhe opozitës për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe për zbatimin e plotë të rekomandimeve të mbetura pezull. Raporti shpreh gjithashtu shqetësim për polarizimin e vazhdueshëm politik dhe gjuhën konfrontuese, që sipas tij dëmtojnë funksionimin e institucioneve demokratike dhe besimin e publikut. Në fushën e drejtësisë përshëndetet vijimi i reformës dhe procesi i vetingut, por theksohen probleme me efikasitetin e gjykatave, stokun e dosjeve dhe nevoja për forcimin e pavarësisë së organeve të drejtësisë. Korrupsioni cilësohet ende shqetësim serioz, me kërkesë të qartë për rezultate konkrete, veçanërisht në raste të nivelit të lartë. Kërkon luftë efektive kundër krimit të organizuar dhe bashkëpunim me Europol dhe Eurojust. Kërkon mbrojtje më të fortë të lirisë së shprehjes dhe pluralizmit mediatik. Nënvizon nevojën për akses më të mirë në drejtësi, kërkon planifikim më të mirë politikash dhe transparencë buxhetore. Po ashtu, raporti ngre alarmin edhe për mungesë progresi në mjedis dhe ndryshimet klimatike.